Pyetja e parë për komisioneren, Rezila Myslima nga Report Televizion. Shqipëria është tashmë në një proces intensiv negociatash, kur vendi është vetëm 2 muaj përpara zgjedhjeve parlamentare. Sa i rëndësishëm është standardi në këto zgjedhje, pasi në fakt në procesin e integrimit e kam fjalën, pasi në fakt nuk është përmendur nga ndërkombëtarët, ndryshe nga zgjedhjet e kaluara deri më tani të paktën nuk ka ndonjë reagim. Dhe një pyetje për kryeministrin. Kryeministri, duke ndjehur çdo ditë retorikën tuaj politike, kuptojmë që fushatën tuaj elektorale po e ndërtoni mbi procesin e integrimit evropian, mbi ambicjen pra për të integruar në Bashkimin Evropian. Do të keni ju, Partia Socialiste, një program të mirëfillt elektoral për pos integrimit që jo gjithmonë varet nga qeveria? Zgjedhjet parlamentare janë një nga proceset më të rëndësishme në një demokraci, në çdo vend në fakt. Dhe kjo është zgjedhja e qytetarëve që të kryejnë detyrën e tyre demokratike që të votojnë dhe duke votuar dhe shpresoj shumë që njerëzit të votojnë dhe të ketë një numër të lartë zgjedhësish. Dhe jam e sigurt që zgjedhjet do të jenë të lira dhe të ndershme dhe që kjo gjë do të bëhet e mundur dhe që jam shumë e kënaqur dhe mirëpretëm faktin që edhe shqiptarët që jetojnë jashtë do të kenë mundësinë që të votojnë në këto zgjedhje dhe shpresojmë që e gjithë kjo fushat do të pasqyrojë në një farë mënyre edhe të gjithë dëshirën e qytetarëve shqiptar për të bërë antar për Shqipërinë që të bëhet shtet antar në BE dhe që Shqipëria dhe që të gjithë të jenë pjesë e kësaj fushate dhe të flasin me anën e votës për ato gjëra që janë të rëndësishme edhe në mënyrën tonë europiane të jetuarit, për ato parime dhe themelet të demokracisë, duke bërë kështu vendimin e duhur. Faleminderit.